Presidentja e vendit Vjosa Osmani edhe njëherë ka bërë thirrje të gjithë liderëve partijak që të mblidhen edhe të diskutojnë në lidhje me konstituimin e kuvendit të Kosovës. Për këto dhe shumë detajet të tjera se çka ka të bëjë me gjeopolitikën kosovare. Ne të ftuar e kemi analistin ton Visar Dili. Zotri Dili, faleminderit shumë që pranove që t'jesh në Infode. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Pra presidentja e bëri edhe një hap, tha se do t'i mbledh liderët në një takim të ardhshëm. Çka pritet prej këtij takimi? I mirë se ardhët në takimi presidentës, ose të themi kështu ftesa për takim nga presidenta. Nuk është që presim diçka, pasi që përderisa me aktvendimin e fundit kushtetutës nuk kemi ndonjë farë rezultati pozitiv ose rezultat që do të na çonte rreth një epilogu pas gjithë këtyre seancave. Sot e kishim të 14 jubilare. Nuk besoj që do të kemi edhe diçka tjetër, po besoj që presidentja është dashur që këto takime t'i mbante javë për javë, pra një farë forme t'i kishte të gjithë partitë sidomos të shqiptare, aty çdo javë në formë që ndoshta parafrimi do të ishte më i madh, sepse dim që komunikimi është çelësi i çdo problematike. E në këtë rast, duke marrë parasysh që ekziston ky hendek shumë i madh mes partive opozitare të legjislaturës së kaluar dhe vetëvendosjes, nëse presidentja do t'i ftonte më shpesh, atëherë po besoj që do të ishte më ndryshe. Takimi i nesër më është sigurisht takimi paraprak që rezultati ishte barabart me 0. Pra nuk prit diçka të re për këtij takimi. Absolut. Ndonë se qysh Visar pesha që ka një gatishmëri të gjithë liderët shqiptarë që poftohen në për kësaj lloj konsulta, qoftë edhe për zotrin Kurti të fundit. Po shkojnë, nuk po hezitojnë. Duket qartë që ata po shkojnë për shkak që mos me met hija e keq ose hija e keqe të populli. Një farë forme, mos harrojmë që populli është gjikusi më i mirë, edhe në funditës gjitha këto ftesat për takime, mos shkurjet në takime, refuzimet, pranimet e tjerë, të gjitha këto do të kalkulohen në ditën kur do të vinë dita e votave ose votimeve, kështu që edhe këta i kalkulojnë ato pjesë, pra nuk dëshirojnë dalin aq keq të populli. E shohim që shumica e liderëve në disa takime dërgojnë kolegët e tyre, pra nuk shkojnë vetë. E kemi rastin e Aleancës për Rimërinë e Kosovës, që zoti Haradinaj nuk merr pjesë në asnjë takim, po zakonisht e delegon shefin e grupit parlamentar Time Kadriajin. Pra këto është thelbi, pra e pjesa që e kupton që këto takime janë jo të frytshme dhe nuk janë takime në bazë të cilave ne mund të llogarisim që do të kemi një rezultat pozitiv. Po Visar, po bëhet 40 herë, pra që po mundohet të konstituohet kuvendi i Kosovës, ndërkaq që po ndodhin shumë gjëra nëpër botë. Ne sot e kemi samitin në Shkup, ku po na përfaqëson zotri Ervin Kurti atje, mirë po pesha e tij atje, krahas të gjitha liderëve të tjerë ballkanik, duke ditur që ai tashmë nuk mund t'i themi as kryeministër në detyrë, meqense është betuar si deputet. Qysh matet kjo gjë? Nëse ti dal me pas produktivitet, qoftë edhe prej këtij samiti që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, çka mundna me përfitu neve prej gjitha këtyre gjërave, duke mos pasur një lider përfaqësues të denjtë, meqense ne kemi zoti Kurti i cili po na përfaqëson atje, mirë po sa është i denjtë ai për Kosovën. Shko sa është i denjtë si individ, po besoj që jo, po mendoj si pozicion, si pozicion momentalisht. Shko, është e qartë edhe e kupton vetë edhe dim vetë që shkurja e tij në atë summit është vetëm sa për sy e faqe, vetëm të jetë prezent. Ky summit është dashur të mbahej në mars, por është shtyr për shkak të tragjedisë që ishte atje në Kuçova, po ku ishte në shkak e diskoteka që u djeg, edhe është shtyr për këtë periudhë. Normalisht që nëse do të ishte në mars, atëherë patjetër do të ishte ende kryeministër në detyrë, sepse zgjedhjet ishin të pacertifikume dhe atëherë ka dhënë, që themi kështu, konfirmimin për pjesëmarrje. Unë po të isha sot në vendin e Albin Kurtit, patjetër që nuk do të shkoja fare në atë takim, pasi që çka do të përfaqësosh? Do të përfaqësosh lëvizjen vetëvendosje, kryenetësinë e juaj, apo qytetarët e Republikës Kosovës, sepse ti nuk je zgjedhur nga qytetarët e Republikës Kosovës, ti je i votuar nga një pjesë e qytetarëve të Republikës Kosovës,
që e përbëjnë një 42% në përgjithësi, dhe në fund të ditës i emëruar vetëm si deputet momentalisht. Kjo është detyra jote zyrtare, pasi që detyra jote zyrtare si kryeministër ka marrë fund ditën kur ti ke dhënë ndërheqje. Pra, nuk e kuptoj këtë farë dyftyrësie, këtë farë loje të zotit Kurti, po fati ke që unë që kemi qëllu në kohën kur ai është në pozita dhe votohet nga populli. Por megjithatë, sot Komisionerja e Bashkimit Evropian tha se nuk jemi në një pozitë shumë të vështirë politike në vendin tonë dhe se kemi hapa të mirë të zhvillimit të shtetit tonë. Pra si ishini ju këtë deklarata, a janë ato vetëm për na bërë qefin neve, apo vetëm për shkak të opinionit publik që të mos kemi edhe më tutje të shprim të njerëzve në Kosovë? Na njemi si vend ende në tranzicion. Në disa sfera jemi ende vend në tranzicion. Ka pjesë në të cilat është punu mirë dhe ka pjesë në të cilat mund të themi që duhet ende të punohet shumë. Për shembull, kemi drejtësinë, kemi arsimin dhe kemi shëndetësinë ndoshtatëri, shtyllat bazë, kyçet shtetit që të na nuk janë shumë funksionale dhe nuk janë shumë stabile. Po, sa i përket deklaratës e komisionerës, po besoj që ndoshta nga jashtë gjanat shihen pak më ndryshe se sa nga brenda. Ne shumica kemi ndoshta një opinion tjetër politik, edhe i shohim gjanat pak me synin ma kritik, dhe po besoj dhe po shpresoj që tjetë ashtu siç ka deklaru zonja komisionere. Megjithatë, teksa sot në mëngjes, pra Ministri atje hapi stacionin policor në Zubin Potok, si e shihni juve këtë hap që ka marrë zoti Sveçla, duke ditur situatën në të cilën ndodhet atje? Ne patëm një deklaratë të Trumpit, i cili tha që situata në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk ka qenë më mira e mundshme, madje tha se kemi ndërhyrë neve që të mos ndodhin trazira atje. E pa kuptueshme, unë definitivisht nuk po arri mi kuptu këta njerëz të lëvizjes vetëvendosje. Do të thonë, nuk e di çka është kjo dëshirë dhe ky entuziazëm të shkohet dhe të punohet në veri, e sidomos sot kur ti je në formë as pushtet as pa pushtet. Nesër pas nesër nëse ndodh një agresion, kush do ta drejtoj vendin? Pasi që këta janë njerëz as në detyrë nuk janë. Ligjërisht këta e kanë detyrat e uzurpume, të konfiskume, dhe nuk po i lëshojnë. Pasi që e thamë edhe më herët për zotin Kurti, një ta vlen edhe për zotin Sveçla, ata kanë dhënë tërheqje nga detyrat e tyre dhe janë votu dhe janë betu si deputet Republikës Kosovës. Dhe në këtë rast nuk e di se kush e jep këtyre guximin të shkojnë dhe të marrin këto lloj vendimesh, dhe të gjitha vendimet që janë duke marrë. Këto janë të kundërligjshme, nuk e di a kanë njerëz jurista brenda partisë tyre të cilët mund t'i këshillojnë dhe t'ju thonë që stop se këto gjana nesër pas nesër mund edhe të rikthehen shumë negativ për lëvizjen vetëvendosje. Po ndjellë një problematik që unë e shoh është që pas sot, do të thonë, seancës 40, prokurori i shtetit ende nuk e ka marrë një iniciativë, s'paku që këta njerëz janë duke shkel kushtetutin, janë duke shkel rendin kushtetues, nuk po flas veç për lëvizjen vetëvendosje, por për gjithë deputet. Ti ftoj të gjithë deputetët një nga një në një deklarim ose pyetje, të marrin pyetje dhe të kërkojnë nga ata të di se ky presion për mos votim apo vjen nga partitë apo e ka nga vetja tyne, sepse nëse vjen nga partitë dikush duhet t'jap përgjegjësi. Mos të flasim për problematikat geopolitike që janë gjithandej, luftra, sulme, e kishim ju thatë edhe më herët deklaratat e zotit Trump që tha që Kosova dhe Serbia ishin afër trazirave, i ndalëm ato, po shpresoj që të mos jenë të vërteta apo vetëm iluzionet zotit Trump, po edhe nëse janë të vërteta atëherë jemi në një rrezik shumë të madh. Gjithë ato protesta që duke ndodhur në Serbi nuk besoj që do të ndalen pa pas një Banjska 2 në Republikën e Kosovës. Po që i bie që t'jesh shumë e rrezikshme, Visar, apo jo? Patjetër. Shko, Vučići në farforme duhet të largoj vëmendjen nga aty. Vučići në farforme duhet t'i bind njerëzit që është ende i duhuri për politikën serbe. Dhe cila është forma më e mirë? Është të kamuflojnë një situatë në Kosovë. Dhe në këtë rast,
patjetër që do të ishte rrezikshme, ne nuk jemi në gjendje që çdo pranverë ose çdo vjesht të humbim njerëzit tanë më dashur, të cilët e kanë detyrë mbrojtjen e vendit, po jo edhe për ego politike të na humbin njerëz siç e kishim rastin e fundit të shterit afër Bunjaku. Vërtet ishte goxha sulmi i fortaj atje, megjithatë u pan edhe turprojet që ishin në protestë, pra që ishin pjesëtarë të sulmit të Banjskës. Nuk pritet më mirë. Edhe kjo që përbie që një farë mënyre kanë qenë të afërt me Vučićin, edhe gjitha kjo ka qenë e planifikuar, ashtu siç është folur shumë kohë nëpër media, pra. Unë sot kur i shoh veturat e këforit në Prishtinë, dyshoj sa janë për një me veturat e këforit, apo mos janë ato veturat e kamuflumes që ishin Banjske. Kemi pasë se strategjikisht sa mirë e ndërtuar dhe mirë menduar ishte gjitha i sulm. Fatkeqësia e tyre ndoshta ndodhi në kohën kur ata nuk ishin përgatitur që sulmi të ndodhte dhe hasen në forcat tona, po këtë vetë prezenca e tyne dhe vetë mos dorëzimi tyne dhe vetë mos arrestimi tyne nga Serbia me po mbrojtja tyne tregon gjithçka. Tregon që Serbia është gjithëherë mbrapa këtyne akteve dhe që pa një marrëveshje paqeje nuk besoj që ne do t'jemi të sigurt nga këto sulme terroriste të cilat na vijnë nga fqinjeu verior. Megjithatë, Trump e dha një deklaratë që do të merret tashmë me Kosovën dhe Serbinë dhe posaçërisht me dialog ndërmjet këtyre dyra vendeve. Nëse Trump bëhet pjesë e këtyre dialogëve, nuk besoj që do ta kemi një kohëgjatësi të dialogut ashtu siç jemi mësuar neve, që të kemi kohë që të merremi me shumë gjëra ashtu tema të ndryshme që jena mësuar me i pasë çdo herë në tavolina. Po besoj që të tjetë merre ose leje ashtu si që Trump e ka praktikë. Trumpi nuk është lloj politikanit klasik, ai është një biznesmen që vjen në detyrë dhe normalisht qëllimet e tij janë të ndryshme. Gjatë periudhës së zgjedhjeve në Amerikë, ai ka thënë që dëshiron çmimin paqe për Nobel dhe mos harro diellës që nuk është asnjë vend edhe asnjë pozicion strategjikisht më i mirë se sa Ballkani, sidomos pjesa Kosovë-Serbi, për të arritë atë pjesë, për të arritë të themi deri në pikën që zoti Trump të marrë edhe çmimin çmimin Nobel për paqe. Megjithatë thuhet se edhe lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit ndodhi për këtë arsye, pra ishte një planifikim i Trump që të bëhet e gjithë ajo trazira atje, se i sulmoi gjitha pikat për ku ka pas armë bërthamore, në mënyrë që të thotë se unë ndala një katastrofë që kishte mujt me ardhë botës. Të gjitha këto plasaritit e vogla duket që po vinë të nxituna nga vetë Amerika dhe zoti Trump. Po shihet qartë që përmasat e luftës nuk janë ashtu dhe nuk kemi viktima, për shembull siç kemi në Gaza, nuk kishim në Iran dhe në Izrael, pra edhe sulmet shkonin në pika strategjike ku dëmtimet ndoshta do të ishin më të vogla. E kisha këtë bisedë me një ekspert sigurisë dhe siç tregoj këtë diçka për disa paralajmërime, mbrojtjet sulmeve, alarme, që për mua më dokshin shumë iluzione ato pjesë dhe një farforme unë po besoj që gjithë ajo ishte një nskinim, po që Kosovë-Serbi nuk mund të jetë nskinueshme. Pra, Kosovë-Serbi është diçka reale, është një luftë e ftoftë e cila vazhdon, kemi për shembull njerëz të cilët janë të uniformuar në Kosovë, qofshin ata FSK, ish ushtar të UÇK-s, polic në penzion e tjerë, në momentin e parë që kalojnë në Serbia të arrestohen. Edhe kjo është një treguesi qartë që Serbia pret momentin që një farë forme ta sulmoj Kosovën, po unë po shpresoj që Donald Trump të arrijë çmimin Nobel për paqe, pa një trazirë të madhe në Kosovë, me një marrëveshje siç thotë jo t'i ul përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë, me një marrëveshje merr ose leje. Edhe po shpresoj që në fund e marrëveshje mos të jetë dëmshme për neve. Aty të isha edhe me dalën, a besoni që do të jetë pjesë e marrëveshjes edhe veriu, ashtu siç po flitet vazhdimisht, pra. Edhe ajo drojtja për të marrë pushtetin, thuhet se po vije fal kësaj marrëveshje që mund të marrë pi Trump, apo jo?
Unë e kam cekë dhe më herët, në momentin e parë që Donald Trump fitoi zgjedhjet në Amerikë, unë kam thonë që zotëri Kurti do të hezitoj të jetë kryeministër, pasi që, e thashtë më herët, Trump nuk është politikan klasik. Ai të vjen me ofertën, të ndaq merë ndaq ledhen, e tregoj këto edhe për pjesën e refugjatëve që tha, unë i kom kontaktu vetë, 2 shtetet Kosovë në Serbinë, ju thash nëse do në mi pranu refugjat, mirë, nëse nuk do një atëherë unë po i ndalit gjitha marrëveshjet ekonomike që i kemi bashkë. Kjo është një prej arsye pse zoti Kurti nuk dëshiron ndoshta të jetë pjesë e proceseve të ardhshme dhe mundohet sa më shumë të ashtyj këtë pjesë. E kuj do t'i vjej barra, ta shohim, po shpresoj që veriu mos t'jetë një prej arsyeve, edhe pse ky test i fundit i Bashkimit Evropian mbi urën dhe themi kështu duke tentu të shohin stabilitetin e urës është kogja i frekshëm. Se nëse Bashkimi Evropian pa paralajmërim, të më thonë pa paralajmëru qeverinë e Republikës Kosovës, cila do qoftë ajo në detyrë ose jo në detyrë, e bëni asaj lloji testi, atëherë në prapavimin njëherë është ajo themi mendimi që mos po vjen kufini ka poshtë e ura. Do të thonë mos e gjitha e pjesë ose do të mbetet neutrale ose do t'i bashkohet pastaj Serbisë. Ajo, ideja e bashkimit me Luginën e Prishevës, a besoni që mund të vi në konsiderat, mirë po me gjitha të neve asnjëherë besoj se nuk duhet me humbë verinë e Kosovës duke ditur pasuritë dhe gjitha resurset që i ka atje, qoftë edhe si që është ujmani, po ashtu edhe minierat e Treqës. E që është shumë interes për Serbinë, apo jo? Unë jam për bashkim kombëtar. Kështu që unë jam për mi bashku krejt trojt shqiptare dhe asë 1 milimetër mos me humbë, po që mos të harrojmë që ne ende nuk i kemi të përfunduar me kufit me Serbinë, pra demarkacioni kufitar me Serbinë mund të jetë shumë i damshëm në do të them për Republikën e Kosovës, të shkojë në shumë në favor të Serbisë. Po me gjitha të e obligume, apo jo? Pa tjetër, gjdo në moment që arjet marrëveshja. Demokracionit zakonisht kanë bërë bujë të madhe, mirë po është e detyrueshme që çdo vend të ketë demarkimin e vendit. Pa tjetër, demarkimi i kufeve është pika përcaktuese e kufeve dhe të jetë të më thonë njërë strategjike, cila është pjesa jote, cila është pjesa neutrale dhe kush është komshtiu yt në këtë rast. Dhe unë po shpresoj, demarkimi i Maqedonina ka humbë shumë tokë, njëta gjëna ka ndodhur edhe me malin e zi, para në frika e madhe është se çfarë do të ndodhë me Serbinë pastaj. Pra, unë po shpresoj që mos kemi humbje të mëdha, po me politikat e cilat jemi duke i zhvilluar momentalisht na, e shohim që shtetet mikët Kosovës kanë drejtuar synin dika tjetër, pra janë duke themi favorizu shtetet tjera, duke përkrah shtetet tjera, pasi që Kosova nuk ju dul si që ishte ata, Kosova nuk është në syrin e tyne si që dëshironin ata, dhe kjo është pastaj frika me madhe kush do të ndihmojnë në këto çështje madhore të cilat vinë nesër për vendin e Kosovës. Sari, isha dalë edhe të një çështje tjetër, pra kohë të fundit kemi pas shumë hedhje të gurthemeleve në për vendin tonë. Ne e patëm edhe atë në Prishtinë ku hodh gurthemeli një qerdhës, ku pati një lloj përplasje verbale ndërmjet zotëri Ramës dhe Kurtit. Pra atu zotëri Rama ishte shumë direkt me zotëri Kurti, madje pati edhe një farë lloj agresiviteti gjatë kësaj përplasje. Shka që zoti Rama është bloku shumë nga lëvizjeve të vendosje dhe nga ministrat e lëvizjeve të vendosje, po saqërisht nga Hero Lloçeku në disa pjesë qytetit të Prishtinës ose kryeqytetit është e qartë. Për kjo me plan, Visar, që nesër që ta marrim vendosja pra Prishtinën, që është shumë interes pra zoti Kurti. Është gjithçka funksionon me plan, do të thonë nuk është që ajo vjen në mënyrë vullnetare nga zoti Hero Lloçeku. Këtë pjesën që vetvendosja do ta fitoj Prishtinën, unë e kam vendosur kështu në X shumë të madh dhe unë e shoh ndoshta si determinuese për fitoren e ardhshme të Prishtinës, po që vetvendosja do ta fitoj Prishtinën do të jetë e pamundur. Vetëm në rast se do të bëhen zgjedhjet qendrore dhe lokale në të njëjtën kohë, ku Albin Kurti me figurën e tij ndoshta mund të tërheqte pak më shumë vota,
po nëse do të mbahen zgjedhjet normale, zgjedhjet ndara, ose nuk do të kemi zgjedhje qendrore fare, vetëm ato lokale, unë e shoh Hajrullah Çekun determinues për zgjedhjen e kryetarit të ri të Prishtinës, që lufta do të jetë mes Orhan Ismailit dhe përparim Ramës. Pra ju shini këta dy në fund? Patjetër, vetëvendosja, sidomos në periudhën e fundit ka humbur shumë poena dhe dim që strategjikisht qytetarët e Prishtinës sidomos janë qytetarë ose votues të cilët nuk falin shumë. Më kthy te pjesa ose konflikti verbal mes zotit Kurti dhe zotit Rama, unë kam thënë edhe më herët që Albin Kurti ka një papjekuri politike. Pra, pse na jemi në shumë situata sot kështu është këtë ka të bëjë me papjekurinë e tij politike. Nai nuk është mësuar që dikush t'i kundërvihet ose dikush t'i kërkojë diçka në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe kjo është një prej arsyeve pse në farë forme u hatru edhe nga zoti Rama dhe i kërkoi atij që në vjesht të kërkonte punë tjetër. Po shpresoj që... Gjatë gjithë kjo mënyrë se si qase zoti Ramës është goxha në vlerësuese, mendoj apo jo? Kjo është Albin Kurti, arroganca e tij, mos pjekuria e tij politike. Sikur të ishte pak më i pjekur politikisht, do të ishte shumë më shumë bashkëpunues, dhe po të ishte më shumë bashkëpunues nëse do të kishim ndoshta seancën e 40 që do të trajtoheshin tema të rëndësishme për vendin e jo tentimin e konstituimit të kuvendit. Pra, të gjitha këto janë, themi kështu, figurat të qarta se për këm bëhet fjalë. Gjithatë të kësa po flasim për zgjedhjet komunale, tashmë shumica e figurave vetë se janë bërë me dije për kandidatët që do të jenë në garë, pra për Prishtinën tashmë është po dihet, edhe për pjesë të tjera të vendit. Qysh i ke pati këto figura? A mundu me i sjellë për shembull qoftë le të kryes vendosje votues të ri, apo do të kemi atë lloj kandidatëve të cilët kanë fitu zakonisht në komuna të ndryshme të Kosovës? Vazhdon trendi njëjtë, po. Unë nuk besoj që zgjedhjet lokale arrin me pru vota të reja në parti, në asnjë në partive politike, pasi që forma se si funksionojnë zgjedhjet lokale të na duken që janë vot orientuese, familjare, shoqërore. Megjithatë, visare kemi rastin tek Mitrovica, ku zoti Batiri në një farë mënyre mori hovin atje. Ishte që zoti Bahtiri, pastaj Albani, këtë djali kryetari Gjelanit, ose kryetari Kamenicës, disa për herë të parë që vetëvendosja fitoi zgjedhjet edhe në Prizren me Myteri Heskukën ose Shpendi, janë raste të ralla të cilat ndodhin jo shpesh, për shkak se qytetarët një farë forme vedisohen, ndryshon gjenerata e votës, i shohim ata që janë më të vjetër që nuk dalin, votojnë dhe përkrajnë, kemi energjinë e re, djemtë e vajzat e reja që ndoshta votojnë për herë të parë dhe janë të tërhekur nga një plan program që është më atraktiv për ata, dhe këto gjëra e bëjnë ndryshimin, ose i kanë bën ndryshimet më herët. Sot është pak më problematike të vinë këto ndryshime. Para, nuk kemi figura të cilat mund edhe një farë forme të tentojnë të bojnë këto farë revolucionet politike në zgjedhjet lokale. Edhe tjetra është që qytetarët tashmë janë të lodhur, sidomos me këtë periudhën e fundit, unë po shpresoj që të kemi votues edhe dalje masive të votuesve, pasi që është me kënd pa rri dhe po bisedoj një farë forme thonë që nuk do të dalë fare në zgjedhje. E që është rrezikshme? Patjetër, nëse nuk arrin ti të kesh mbi 40% ose 50% votuesve në zgjedhje, është një tregues i qartë që qytetarët janë pa kënaqur. Vërtet, Visar, për fund, do isha ndalë edhe një herë tek samiti që po ndodh. Pra, flitet për planin e rritjes ndërmjet fondit e planit të rritjes, fond për të cilit Kosova fatkeqësisht nuk ka përfituar. Jo, ishte ishte që ndodhi edhe tek fondi i Bashkimit Evropian që ka mbetur i bloku për shkak të mos konstituimit, flasim edhe për fondin për komuna, që i bie goxha shumë të humbje për Kosovën. Unë kam thënë edhe dikun tjetër pas deklaratës zotit Murati, Kuran Murati, në lidhje me gjitha këto fondet të cilat janë duke humb Kosovës, ata du t'i bëjnë thirrje vetës.
pra si partia e parë, si partia e cila e ka drejtin ekskluzive të mandatarit ose mandatares për kryetar kuvendi, duhet t'i bëjnë thirrje vetes dhe t'i bëjnë një llogari shumë thjeshtë se çka është duke humbë Kosova vetëm në aspektin ekonomik. Lere ma atë aspektin social, aspektet e tjera që pastaj e gjithë ky problematik që është duke u shfaq në kuvend tregon edhe zymtësinë të cilën e kanë popullin. E shohim çdo ditë kronikën e zezë është e mbushur me tentim vrasje, therrje, plagosje, çapurion. Edhe e gjithë kjo vjen... Rritje të rasteve të dhunës në familje, patjetër rritje, ajo vjen për shkak të problemave ekonomike, pastaj sociale dhe edhe këto politike bëjmë pjesë, pasi që ne jemi në vend i vogël, jemi polarizum, edhe normal që nuk kemi ka dikim. Dhe të shohim gjithë këto seancat të dështuara, mos interesin e shtetit ndaj qytetarëve, është i rrezikshëm. Pra, unë po shpresoj që vetëvendosit ta bëjnë një llogari shumë thjeshtë të gjithë këtyne të mirave materiale të cilat po i hupin vendit, të thras mendjes dhe brenda javës së ardhshme të formoj të kaloj konstituimin dhe pastaj të fillojmë formimin e institucionit. Kisarun për kurreshjeve se teksa folim për dhunën në familje e hapa raportin e policisë edhe po e shoh që janë 3 raste vetëm në Prishtinë gjatë ditës së djeshme, e që ka edhe në Gjilan, në Ferizaj, edhe në vende tjera, pra që i bie kjo që gjitha këto raste po shkojnë në rritje edhe nuk kemi se kush më merr për këto raste. Është e frikshme, është definitivisht e frikshme, nuk ka kush merret me të themi kështu përgjithsisht me këto raste. Ne kemi organizata, institucione, po këtyne organizatave unë nuk është që i besoj fort, sepse zakonisht janë më shumë për marrje fonde e përfitime personale se sa të orientojnë ose të ndihmojnë në problematikat e tilla. Saron, faleminderit shumë që erdhe në Infodesë sërish edhe falem për gjitha këto tema. Ndonë se shkuam nga një temë në tema tjetër, mirë po mundum të përmbledhim gjithçka që ka ndodhur në ditën e djeshme dhe sot. Kënaqësi është ime atjellë, faleminderit shumë. E neve të ndërruar shikues, do të kthehemi pas pak për të folur në lidhje me protestën që është bërë sa i përket punëtorëve të sigurimit në qendrën klinike universitare.